Ne do t'jemi në gjendje të përfitojmë nga shuma e tillë e parave, por e vlen të përmendet se shuma e tillë ka afate kohore, do me thënë përfshihet periudha nga 2024 deri në 2027 dhe në qoftë se si e tillë nuk arrin të përfitohet, kalohet në gjitha procedurat, atëherë Kosovës do t'i mirë dhe sigurisht që shuma e tillë do ndahen tek shtetet tjera. Pra mund të bartën paret që janë të dedikuara për Kosovë, mund të bartën të një shtet tjetër nëse shteti nuk i plotëson ato çka kërkohet nga Brukseli. Absolutisht po. Ne po flasim për 880 milion euro. Ne po flasim për 230 milion euro të tjera nga Banka Botërore, të cilat janë ndarë Kosovës në 2 grupe, do me dhe njëherë 100 dhe njëherë 130. Ne po flasim për IPA fondet që u dedikohen shteteve të cilat janë në procesin e antarësimit në BE dhe në qëse ne llogarisim që Kosova e ka në total një buxhet prej 3.7 miliard eurove dhe në qëse shumat për cilën fola tani arrin në më tepër se 1 miliard euro, atëherë mund të shihet se ku në të vërtet ne jemi dhe çfarë luksi po e them në tojza e kemi që mjetet e tilla të cilat Bashkimi Evropian i dedikon për Kosovën të mos i përfitojnë për shkak të kryenetësive tona, sepse ne jemi nga shkurti pa qeveri, sepse në mungesë të një qeverie dhe një kuvendi funksional, sigurisht që marrëveshjet e tilla nuk arrin të ratifikohen dhe si konsekuencë qytetarët e Kosovës do të vazhdojnë të vuajnë